الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده ما بعد. Humdi takon Allahut subhanahu wa ta'ala, salatat dhe selamet kofshin mbi dërgumin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë deri në ditën e gjykimit. Lutë Allahun azza wa jall me emrat e tij të bukur dhe me cilësitë e tij të mira, që ibadetet të cilët i kemi kryer këtë muaj të Ramazanit, Allahu kabullon makbul të na e ban. Një ashtu lutë Allahun azza wa jall që këto ditë të cilat kanë ngellë dhe kanë metën, lutë Allahun azza wa jall që të na jap forcë, iman, bindje dhe të punojmë vepra të mira e kur dalemi prej këtij muaji të Ramazanit, Allahu të na shpëshi prej regjistrave të banorëve të zjarmit dhe të na regjistron në regjistrat e banorëve të xhennetit. Bleni vllazën në emër temin, ta falenderoj Hoxhën Abazin, Allah e mëshiroj për ato fjalë të cilat i tha, po është një fjallë e vjetër të ne populli thot shpesh herë gjiza e kujshisë ka ndonjëherë duket më e mirë se të lini i shtëpisë. Kështu që jo që si keni ngu këto llafe, këto derse, këto vajzën që të cilën e kam thonë, ndoshta edhe Hoxha Abbas e ka thonë edhe më mirë, edhe më bukur, edhe më hershëm, po pak me ndryshuar që ndoshta mund ta themi diçka të cilën se ka thonë Hoxha Abbas, apo ta ripërsërisim, ta rikujtojmë. Allahu në Kur'an ka thonë fadhakkir inna dhikra tanfa'ul mu'minin, tha o Muhammed, rikujtoja një shpesh herë njëri tjetrit sendet, se rikujtimi besimtarëve, ato të cilët kanë besuar Allahun dhe ditën e gjykimit, ju ban dobi. Vëllezër të dashur, jemi muajin e Ramazanit, muajin e bereqetit, muajin e mëshirës, muajin e rahmetit, muajin në të cilën Allahu subhanahu wa taala rahmetin e vetë manifestojnë këtë muaj dhe e zbritin këtë muaj. Mirë po ky muaj këtë bereqet, këtë mirësi, këtë rahmet, këtë dhunti, këtë begati, këto të mira të cilat ne jemi duke i përjetuar në këto çaste, këto momente. Gjitha këto ibadete, vlerën e vetë ka marrë prej librit Allahut subhanahu wa taala. Pra sebeb që ky muaj mu veçu dhe mu dallu prej muajve tjerë, është Kur'ani familjartë. Pra Kur'ani e ka bo këtë muaj të dalluar se në këtë muaj ka fillu të zbrite libri Allahut Kur'ani familjartë. Mirë po, është një farë rregull në shariatin islam se gjithkush apo gjithçka që ka lidhje me Kur'anin, vetëm se Allahu e ka dallu dhe e ka veçue. Andaj vëllezër të dashur, Gjibrili është melaçja, meleku më i dalluar për këtë melaçeve. Sebeb është se mbi supët e vetë ka pasën ta zbret Kur'anin tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është pejgamberi më i dalluar, më i veçuar, më i miri i gjithë pejgamberëve, më i miri i gjithë njerëzimit. Dhe kjo vlerë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rezultat se mbi të zbriti libri Allahut Kur'ani familjartë. Edhe nata më e bekume, më e dallume, më e veçume, më me vlerë, është nata e Kadrit. E këtë vlerë ka marrë pikërisht se mu në këtë natë ka fillu të zbrite libri Allahut, Kur'ani familjartë. Andaj pasi që ky muaj është sinonim edhe nifët mesin e dietarëve si muaji i Kur'anit, e poshtë rrugës dhe të arsyeshme që të foli për një sure, megjithse i kam thonë ca fjalë me një xhami tjetër, po më patmet në gjysmë tash da vazhdoj te Hoxha Abbas. Për një sure të cilën Allahu subhanahu wa taala e ka veçuar. Allahu subhanahu wa taala e ka dalluar në shumë aspekte. Nëse doni me ditë se pse Hoxha e zgjedhë çat sure, çket sure, pse e zgjedhë për me fol, fillimisht është se kësaj sure Allahu nuk ka zbrit asnjëherë në tokë. Këse fjallë, s'ka zbrit as në Tevrat, as në Injil, as Zebur, as në Kur'an nuk ka fjallë të ngjashme. Sikur që është kjo sura, e para. E dita, ajo që ka më boni me folë për këtë sura, është fakti se kjo sura është e vetmja sura
ku prej fillimit dhe deri në mbarim, pra prej fillimit deri në mbarim, pra të gjithë ajetet jashtë fjalim i robit për Zotin. Për surja prej fillimit deri në mbarim e ka një tematik. Edhe ajo është njeri, kulli, robi Allahut i drejtohet Allahut. S'ka ajete tjera, nuk ka ajete xheneti, nuk ka xhenimi, nuk ka Allah, jo. Këtë janë fjalë që robi i drejtohet Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu ajo që kam boni me fol, dhe është specifike kësaj sure, sa është surja e parë e cila ka zbrit në Kur'an komplet. Mos të keq kuptona. Surja e parë është Alaq, ja më mirë po kanë zbrit 5 ajetet e para të asoj sure. E si sure komplet prej fillimit dhe deri në mbarim të surës, e para sure që ka zbritën është kjo sure. Dhe gjithashtu është surja e 5 në radhitje. Para kësajna kanë zbrit edhe 4 sure tjera, mirë po jo komplet, po gjysa apo ajete. Një ashtu ajo që kam boni me fol për këtë sure, është se këtë sure Allahu na i boni obligim, na i boni fars, që 17 herë minimumi gjatë ditës ta lexojmë. 17 herë, minimumi 17 herë gjatë ditës ta lexojmë. Edhe ajo që nuk është rastësi, dhe duhet ta besojmë ne gjithë muslimanët dhe besimtarët, edhe duhet ta dimë se radhitja e Kur'anit, radhitja e sureve të Kur'anit nuk është me dëshirën e askujna, po është thjesht wahy, shpallje prej Allahut. Allahu na i ka radhit Kur'anin dhe Allahu i ka radhit ajetet në mrena sureve. Nuk është dikush që ju kam tek po e çes këtë sure të parën, e këtë dytën, e këtë pestën. Jo, radhitja ato ukifije thënë gjuhën arabe, që i bjen a shpallje prej Allahut dhe Allahu e ka bërë radhitën e Kur'anit. Besoj që e morët vesh se cilja sura është. Ajo surja e parë e Kur'anit, si ta qelish fletën, kime hasat. Ajo sura është Suratul Fatiha, apo ndryshe e njofë tek ne, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina as-siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Kjo sure i ka 7 ajete. Kjo sure i përban vetvete 7 ajete. Mirë po aq të bereqetshme janë, aq të mira janë, sa që një ditë prej ditëve Muhamedi sallallahu alaihi wasallam qëndroi në xhami, erdhi në xhami dhe e pa Ubejin duke u falë, njërin prej shokëve të vet e pa duke kryer namazin. Edhe e thiri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po keni namaz, jo në fars, sunnet. Nuk mund t'ju përgjigj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kur e sosi namazin shpejt, shkoi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "O dërgumi i Allahut, më thirrë mua?" Tha: "Po të thira." Tha edhe një herë, kur të thirrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i përgjigjesh urdhrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tha edhe nëse je në namaz nafile, e prish namazin. E dikush për juve ka me thonë: Hoxha, namazi urdhri pejgamberit, po vëllezër dosh. Edhe urdhri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i jepet përpara. Bile ka prej dietarëve të cilët i kanë dhënë rëndësi prindërve, gjithsesi babës dhe nonës. Ka thonë nëse baba dhe nona të thirr, edhe ti je në namaz nafile, i përgjigjesh nonës dhe babës. Po përse keni me thonën? Ka kanë argument ato? Po vëllezër të dashur. E dini rastin e Xhurejxhit. I cili ishte një njeri i cili adhuronte Allahun dhe ishte veçu për njerëzve, e kishte drejt një kasollë, një shtëpi nalt diku në Kodër, adhuroi ke vetëm Allahun subhanahu wa taala, amo hiç nuk u përzike me njerëz, as nuk dilke vetë shatinik. E një ditë për ditëve shkoi nona vet, po i mshon derës, po e thirr: "O Xhurejx, Xhurejxhi namaz." Edhe me vetveten thoi: "Ka ti përgjigjna nonës, atë vazhdoj namazin." E matematikën e vetë që shpesh herë neve matematikët nuk dina mi bo siç na mëson Allahu, po siç na konet neve dhe siç kemi interes me pa dituri dhe pa ilm, tha namazi ka më shumë përparësi se nona dhe baba.
ma shumë përparësi se nona. Vazhdoj namaz. Thirit 2 herë nona, thirit 3 herë nona, ki vazhdoj në namaz. Edhe nona u i dhnu, u nërvëzu me Gjuregjit. Edhe i tha Gjuregjit, e boni një doa. Tha Allahu mos ta mort shpirtin. Allahu tha mos ta mort shpirtin pe po ftyrën e një lavire. Ja pranoj Allahu doa. Qati për qatin babës, për këtë të kemi kujdes, raport non, raport bab, këtu do të ne pas një stop të madh. Ko qit, ngreje ruçnën, në alo, kujdes, se një doa me bo, nuk ka perde. Qoftë për mirë, qoftë për keq. Për këtë doja nonës dhe babës pranohet, qoftë për mirë dhe qoftë për keq. E kjo non, tha Allahu, mos ta mort ftyrën, mos ta mort ftyrën, pa e po një ftyre të lavirës. Mos ta mort shpirtin, falni, mos ta mort shpirtin, pa e po një ftyre të lavirës. Kalun ditë dhe në katon ndodhe një zina dhe lindi një gruje, edhe kur i tha njerëzit i kujtan ki fëmia, ajo për me mlu marrën e vetë, për me mlu turpin e vetë, tha është shpia, është ki fëmia është i Gjuregjit. Dhe u nërvëzu njerëzit. U nërvëzu njerëzit se njefshin Gjuregjit si njeri i Zotit, njeri i Allahut, njeri i ibadetit, njeri i namazit, njeri i drejtës, njeri i të mirës. U nërvëzun dhe shkun duke mos dit asgjon Gjuregji. Duke mos dit asgjon Gjuregji. Shkun dhe ja prishën kasollën e nxerën për jashta, edhe Gjuregji hiç kur gjon s'po de. Edhe për e vetësin e murën atë gruin, thanë, a qiketh, apo që qike është. Fillun me gurzue. Edhe u qudit, Gjuregji tha, shka puna, s'jam tu e morë vesh se shka keni. Shka është problemi? Tha, ti ki bo zina, a moralitet me këtë gruje. E shkoj Gjuregji te fëmija, tha, bab, kanë e ki bab? Fëmija në lirek, sa kish lind foli, tha, filonin e kam. Mirë po Gjuregjit, kur ja prishën ata, kur fillun me i gurzue, kur e po ftyrën e asajna ju kujtu doja nonës, shka e patnit, pi mazderës, pi përja shpijës, ku tha që Allahu mos ta mor shpirtin pa e po ftyrën e një lavirës. Për këtë vëllezër të dashur, do ta kemi parasysh se kjo sura, të cilën ne jemi duke shpjegu dhe do të mundona në mënyrë të shkurt, sa më shkurt se për këtë sura, dietarët islam, surën më shumti që e kanë komentue, surën më shumti që kanë shkruajt libra për ta, a surja Fatiha. Surja Fatiha, surja Kehf, domethënë Fatiha, Kehf edhe Jusuf. Që këto 3 sura, dietarët islam më shumti që e kanë komentuar janë këto. Që këto 3. E piktive 3-ve më rëndësishmja dhe më shumti që i kanë dhënë në mund dhe janë njerësu dhe kanë shkruajt libra, a surja Fatiha. Për vetë faktin se Allahu subhanahu wa taala këtë sure e llogariti namaz. Që këtë sure, surën Fatiha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadith kutsi, Allahu po i thot namaz. Për këtë tash hadithi tha, e kam da namazin mes mua dhe robit tem 2 pjesë. E ka quajtën surën Fatiha namaz. Për këtë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë el hajju arafa. Ka thonë haxhi është Arafat. A ka dhe sene tjera në haqë? Po ka dhe shumë sene tjera në haqë, edhe shumë obligime tjera, edhe shumë detyrime tjera. Mirë po senti më me rëndësi në haqë shka është? Arafati. Edhe këtu do në me në thonë për nga mirë sallam, ojo musliman, senti më me rëndësi për juve në namaz, a surja Fatiha. Kështu që në dëgjo mirë, hapi sytë, studioje këtë sure, se jo rastisht, nuk ka rastësi që Allahu subhanahu wa taala ta ka bëu e farz me lexu 17 herë. Edhe është interesant se kjo sure vëllezër të dashur ka zbritën për periudhën e parë të Islamit, ku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte i dopt, ku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte zaif, ku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u ballafaqonte me mushrikët e Mekkës, u torturonte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Shokët e vet u gjakoshin dhe u rrethshin tortura të lloj-llojta ndaj shokëve tina, e në këtë periudhë zbriti kjo sure. Kjo sure ka zbrit duke qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shtëpinë e Arqam ibn Abil Arqam. Domethënë nëse keni lexuar jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me domos do të bini me një fakt, me një realitet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë thirrjes i ka pas 2 periudhe në Mekë.
periudha mshehurazi, kur ka bo davet, kur ka bo thirrje, njerëzit i ka thirr në islam, i ka thirr ka drita, i ka thirr ka xheneti, i ka largu prej të kotës, prej shirkut dhe kufrit, ako një periudhë mshehurazi dhe ka zgat 3 vjet. Në këtë periudhë ka zbrit surja Fatiha, që na jep me kuptu neve se nëse dojmë ne ti përngjojmë Ebu Bekrit, nëse ne ti përngjojmë Omerit, Othmanit, Aliut, Talhas, Zubejrit dhe të shokëve të pejgamberit përgëzuar me xhenet, me domos. E kemi që të nalemi dhe ta studiojmë këtë sure, se mu kjo sure ka qenë shkak që këto sahabit edukohen në islam. Të nxjerrin mësimet prej kësaj sure, edhe më pas të bohen pishtar dhe të mbartin islamin në këtu ku ka ardhur edhe tek ne, ku sot në këtë vend thirret ashhadu an la ilaha Allahu akbar, thirret ezani dhe thuhet ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasul. Megjithse ka të folet shumë për këtë sura, po do ndalna në ajete shkurta, komentim i shkurt vëllezër të dashur, se thash është një dietar, e ka Ibn Qayyim al-Jauzi, e ka një libër 2 vëllime, 900 faqe. I ka shpjegu veç iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. Pra veç këto 2 fjalë. Iyyake na'budu wa iyyake nasta'in i ka shkruajt 800 faqe. Edhe këtu i ki vetëm me një libër të posaçëm. Po e ka edhe një libër ku Zadul Ma'adi thën, anis prej Damaskut për me shku në haxh. Mirë po në atë kohë me deve. S'ka pas as tiba as kur veç e ka pas fletorën, edhe prej Damaskut në haxh dhe prej për Mekke dhe prej Mekkës në Damask e ka shkruajt këtë libër e cila është 6 vëllime. Sot është 6 vëllime, këtë për mendes vete. Edhe aty e ka një pjesë goxha të mirë në komentim të surës Fatiha. Pra surja Fatiha vëllezër edhe njëherë i ka 7 ajete, 139 shkronja i ka. 139 shkronja, a surja e parë komplet që ka zbrit në Kur'an, është e 5-ta me radhë që ka zbrit si sure në Mekke, ka zbrit në Mekke dhe është Mekije. Dhe me thonë është sure Mekijës që nja jep me kuptu se këto, kur surët e Mekkës ka ndiku një mon, në besim, s'ka pas ibadete, s'ka pas adhurime. Këto surët ka njoft me Allahu. Këto surët ka mbo me dije se kush është Allahu. Çfarë emra ka Allahu. Se defekti muslimanëve vëllezër dashur sot, problemi kryesor i muslimanëve, e dini çka është? Se nuk e njohim Allahun. Dhe kjo është fakt, kjo është realitet. Ne ndoshta e njohna si përfatësisht, mirë po realisht me njoft Allahun subhanahu wa taala, kimu çudit, kimu fasionue, kimë bëu çudira vëllezër të dashur. Mu për këtë kjo sure ka zbrit e 5-ta që këto sahabi, Ebu Bekrin, Omerin, Othmanin, me i eduku dhe me i mësue se kush është Allahu subhanahu wa taala. Me na kallëzu neve se këshirom, që kja është Allahu, për që këtë jetë ura sejgjde, për që këtë sot kja ardhë në xhami, për që këtë i kilon këtë mongush, i kilon këtë anësh, edhe ke gjithë komi i ndëgju ca fjallë të Allahut, për që këtë Allah, se me njoftë Allahu nësi duhet, Allah ne i shmikon tjerë njerëzi, me plot kuptimin e fjallës, edhe ndihma Allahut në binejsht e kon, halo me e dukshme se sa është sot. Për këtë i kemi 2 pejgamber, do me thonë, i kemi 2 pejgamber. Veç një ilustrim shkurt. Ilustrimi shkurt. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë njeriu më i miri që e ka njoftë Allahun. S'ka pas pejgamber i cili e ka njoftë Allahun ashtu sikur që ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë kur erdhi Xhibrili me një ofertë shtratin e vdekjes, momentet e fundit, të e dërzu amanetin, i vjen Xhibrili edhe i thot diçka, o Muhammed, e ki një ofertë. A don me jetu deri në ditë gjykimit dhe mos me dhon amanetin? Allahu të ka thënë selam, nëse don me jetu deri në ditë gjykimit, t'jap imër me jetu që edhe sot me pas qenë gjallë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. A dini çka thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, çfarë zgjedh? Thot bil rafiqil a'la. Jo, du mu taku me Allah. Du me pa Allah. Du me zatek Allahun subhanahu wa taala. Du me zatek Rahmanin. Du me zatek Rahimin. El-Meliku, el-Kuddusu, el-Salamu, el-Mu'minu, el-Muhejminu, el-Azizu, el-Gjebbar. Për këtë më ka mërë malli, për Allahun, për Zotin tem më ka mërë malli. Atë du me zatek, atë me takua. E kemi një pejgamber tjetër e ka Ademi a.s. Për çka hangër pejmën? Për çfarë hangër pejmën?
Shejtoni me shka e mashtron? Me 2 sende. Për 2 sende që njeriu më shumë të shka i don vllaz dashën dunjë, na ka me zerë pe babës tonë Ademit alayhis salam. Ka thonë ala dulluka ala shajaril khuld. Xhibril kur vjen shejtoni me mashtrua i thot kështu, o Adem, do me ta kallzu një pemë si të hajsh zvdes. Kush do me dek? Ja ti bena iz dena me dek. Me na vet neve hej valla, ka 200.000 vjetër në na. Ka 2 milion vjet. Kush do me dek? Domethon sebepi fillim që të mashtrohet, ta hën këtë pemë, Ademi alayhis salam, ka qenë kush? Që tjetë shajaril khuld nëse ha, i e i pavdekshëm. Edhe sot marrë aliment, me thonë harxhimet më të mëdha dhe studimet më të mëdha në botë çka bën është me gjetë do një ilaç që mos me dek. Domethënë s'ka studime që bën dhe harxhime më shumë të botë që njeriu mos me dek. E para, o mulkin la yubla. Apo një pushtet që nuk sos. Kush si do? Parat kush si do? Pushtetin kush se do? Mbretërinë kush se do? Ka thonë o Adem, si të hajsh këtë pemën, pasaniki më i madh ndonjë, pushtet pa kufishëm, edhe s'kemë koni vdeksh. U mashtrua Ademi alayhis salam. Në rang graskën e kësajna që ketëve ne e kena në zemrat tona. Për këtë, thash, problemi kryesor i jonë është se nuk e njohmi Allahun, se po ta njohmi Allahun, edhe imanin. Edhe kemi, të me thonë, kur ta dish se Allah azza nuk të hup, a di sa rahat je. Për këtë Allah subhanahu wa taala ajetin e parë shka e tha, Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Falënderimi i takon Allahut, i gjithë falënderimi. I takon Allahut subhanahu wa taala, Zotit të botrave. Senën e parë njeriu kur ta nxjerrë librin e Allahut subhanahu wa taala, edhe në jetën tonë të përditshme. Domethënë, e falënderon Allahun për të mirat të cilët na i ka dhënë. Edhe këtu e ban këtë me dashuri ndaj Allahut subhanahu wa taala. E ban këtë me dashuri, për këtë kanë thonë ajeti i parë, Elhamdulillah Rabbil Alamin, ngërthen vetveti dashuri. Do me thonë, a ka mundësi dikush që të ka bën mirë mos me desht? A ka mundësi një njeri, një shok, një dost, një mik që ta ka sos një punë, e të ka thonë, të ka bë të mira, jo të një, të pa numërta. Wallahi ki me desht. Nuk ka mundësi mos me desht. E ti kur thua Elhamdulillah, edhe kjo është gjumle ismije, gjuhën arabe është fjalë emrore, fillon me em, nuk fillon me folje. Çka nuk kupton kjo? Kjo të kupton se i gjithë falënderimi është i vazhdueshëm për ti o Allah. Me një fjalë, prej ditës që ke kriju Ademin alayhis salam dhe i ke kriju gjitha krijesat, deri në ditën e gjykimit, vetëm ti të takon falënderimin. Falënderojmë Allahun për të mirët që na i ka dhënë, dhe të mirët e Allahut ndaj neve janë të pafundshme. Për këtë nuk ekziston kompjuter, nuk ekzistojnë numra. Ketë lisa drujt e dunjos më bo lapsa, më bo fletore, edhe oqonët dhe detet më bo tush, hargjohen drujt, hargjohen det në të oqonët, dhe suni numrojnë të mirët e Allahut subhanahu wa taala. Për këtë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an tha wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tha ju njerëz edhe nëse i numroni të mirët e Allahut subhanahu wa taala që ja ka dhënë juve që ja ka dhënën, ju s'keni me mujt me i dal fund. Domethënë sun i dilni në fund numrimit të mirëve të Allahut subhanahu wa taala. Për këtë për me desht Allahun, dush me i fol njeriu se për të mirët që ja ka dhënë Allah. Për këtë Davudi alayhis salam, pejgamberi Allahut tha o Allah, o Zot, tha ne këtë dojnë atije. Tha o Allah, këtë njerëzimi dojnë tije. Musliman këtë e dojnë Allahun. A ka mundësi me më kallëzue, shka du të me bo une që ti me mdesht muë? Se unë ti po duhe, ama ti Allah me mdesht muë, qka du na me bo muë? Tha 3 punë dush mi bo. Vesh 3 punë, hiq ma shumë. Tha qka ja rab? Tha me mdesht muë. Tha du ja rab. Du nivel është, dashuria ime ndaj teje është nivel. Tha e dyta çfarë është? Tha e dyta tha mi desht urdhrat e mia dhe mu largu prej ndalesave të mia. Tha ja rab, unë e du namazin, e du zeqatin, e du agjerimin dhe agjeroj dhe haxhin, veprat e mira i du, e urrej gjunat dhe larguna. Tha edhe këtë, tha ja rab, e kam nivel. Tha e treta, tha mi ishti njerëzit me mdesht muë. A tha ja rab, këtë s'muj. Ja këtë zaif, tha ja. Tha unë si kam zemrat e njerëzve ndorë. S'muj mi i këthi, njerëzit kanë me desht, kanë mës me desht.
se monja një mend këtë po e tham këtu, vetmin organ trupit që njeriu nuk ka pushtet mbi ta është zemra. Këti kontrollon. Zemrën s'unë e kontrollon. A ki po, ta do be zemra? Ta do zemra. Sa dush thuje mere i nati, badjava, ta do zemra. Ha qka e ki i nati? A qka e ki unë, sa dush thuj duje? O, s'ta do zemra. A be i mira është, s'ta do zemra, se s'ki pushtet mbi zemra. Për këtë zemra është ndorë të Allahut subhanahu wa taala në dy gishtet e Rahmanit e kthen kado. Për këtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një ndër duat më të forta që ka pasur muqallibul qulub, thabit quluban ala dinik. O rrotulluesi zemrave, forcoje zemrën tonë në iman. Çka i tha? Tha mi ishti njerëzit me mdesht mua. Tha ja Rabbun s'kam pushtet be zemrën e smujket. Fa la adulluka. Tha o Daud ato të kallxevën në një punë nëse i ban njerëzit kanë me mdesht mua. Tha po ja Rabb, tha folvo për të mirat që ja kam dhënë unë. Folvo për nimetet, për dhuntit. Folvo për begatit. Shkoni ditë në spital. Shkoni ditë në spital, veç këshire. Këshire një njeri i cili e ka smundje dializë që jashtë. Veç shkoni ditë. Të mjafton me kuptu sa të ka dhonë Allahu. Të mjafton me kuptu sa të ka dhonë Allahu. Veç dilë shëtit pak na për lagje, e kupton se sa të mirat ka dhonë Allahu subhanahu wa taala. Sa begatit ka dhonë Allahu. A nuk meriton që ki Zot mi thonë elhamdulillah? Po vëllez dosh. Elhamdulillah do të mi thonë gjithmonë prej lindjes dhe deri vdekje. Prej ditën që ka jaratisë Allahu deri në kiamet ne do të mi thonë elhamdulillah. Do të mi thonë gjitha krijesat elhamdulillah Allahu subhanahu wa taala. E veçanti ne, elhamdë, falënderimin ndaj Allahut është dy lloj. Me fjalë, kjo është shumë e lehtë. Ne elhamdulillah Allahut me fjalë i thojnë ai kënaqën Allahu subhanahu wa taala. Elhamdulillah, elhamdulillah, elhamdulillah që e themi këtë. Elhamdulillah që e themi këtë. Amo është edhe një pak ajo gradës më të fortë për ato të cilët kanë ushtruar me iman. Kanë bo bodybuilding, gym kanë bo me imanin e vet. Kush janë ato? Tha ato cilët e falënderojnë Allahun me punë. Ata e falënderojnë Allahun me punë. Çish e falënderojnë Allahun me punë? Tha imelu alu Daud e shukra. Wa qalila min ibadi shakur. Tha o Daud, puno ti dhe familja jote, punoni falënderime. Për këtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, falënderues çka është? Çka është cilë vepër është më shumë ti që e falënderon Allahun subhanahu wa taala? Namazi. S'ka vepër me të cilën ti manifeston falënderim ndaj Allahut sikur që është namazi. Po dikush pi uve ka thonë po pse hoxha? Po shumë kollave. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha njeriu në trupin e vet i ka 360 nije, çdo ditë 360 nije i ka. Tha kush i fal 2 recate nafile namaz duhas, tha është falënderim për çato nije, ti thu Allahut falënderit që ma ke mundsu me lëviz dorën. Elhamdulillah që ma ke mundsu me lëviz komt. Elhamdulillah që nuk jam i koçit. Elhamdulillah që nuk më dhëm midisi. Që ato 2 recate është falënderim për që ta ka mundsu për nijet të cilët i ke në trupin tanë. Kjo është elhamdulillahi rabbil alamin. Falënderimi i takon Allahut subhanahu wa taala, Rabbul alaminit, Zotit të botave. Vëllezërit e dashur, Allahu subhanahu wa taala i kish krijuar 20.000 lloje të botave. 20.000 lloje të botave. E kjo është Zoti. Që është Allahu subhanahu wa taala. E nëse e kin zemrën tonë që Rabbul alamin, Allahu është Zoti i rrezikut. Allahu është Zoti i insonit. Allahu është Zoti i insekteve. Allahu është Zoti i kafshëve. Allahu është Zoti i universit. Allahu është Zoti i diellit, qiellit, yjeve. Wallahi kime pas këtë raport me namazin tanë. Këtë raport kime pas me namazin tanë. Kur ta thush elhamdulillahi rabbil alamin dhe ti je në namaz, s'ka me të shku menja të biznisi, s'ka me të shku menja të familja, s'ka me të shku menja të gajlet, të borgjit, të derti, të smundja, të sikleti, nuk ka me të shku. A dini pse? Se ti e di Allahu Rabbul Alaminit, o Allah, Rabbul Alamin, ti je Zoti i botave, qiellave dhe tokës. Pastaj ajeti i ditë është Ar-Rahmanir Rahim. E njoftë Allahun, e njoftë se kush është Allahu, falënderimet, të gjitha falënderimet vazhdueshme prej ditës që ka kriju Allah, deri në ditën e gjykimit i takojnë Allahut, Zotit bota. Ajeti i ditë Ar-Rahmanir Rahim. E para çka tham? Është dashuri. E dita çka është? Shpresë. Allah i jep më një herë. Allahu don. Allahu don. Më një herë të kallzon ajetin e ditë, si ta çelish librin e vet. Pasi që falënderon edhe kupton se ti Allahu të ka dhënë shumë, që të ka mundsuar me çel këtë libër dhe që të ka udhëzuar në Islam, më një herë ajetin e ditë është Ar-Rahmanir Rahim, mëshiruesi, mëshirbërësi. Sikur që don me të kallzu Allahu Azza wa Jall që
shpreso se ki punë me një Zot I cili ka me të mëshiru dhe ka me të falë. Një ditë për ditëve duke nejtë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Një ditë për ditëve duke nejtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam xhami, që kështu qish jamune me shokët, një nomad, një fshatar për fshatrave të lartë të Medinës, direkt. Edhe mori aliment sahabët shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë pas frikë kanë pas respekt madh për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe s'kan mujt me vetë bash direkt. Se kanë dhe shumë. Për këtë, nëse I lexoni personat e vetëm që e kanë përshkru Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mori aliment këta. Prej personave të vetëm dhe mas mirëti që e kanë përshkru pamjen fizike të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, a dini kush janë? Fëmijët. Hadithët që e përshkruajnë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shumica janë konë fëmijë dhe të volgji, dhe kur janë rritë kanë përshkruajt Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ose gra. Ama shumica janë fëmijë. Dikush ka më thonë, po, as ka të një hadith për Ebu Bekrit ta? Jo, mare, atë shumë e ka desht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekri se s'ka mujt me këshirë fytyrë. S'ka mujt me këshirë në sy Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Se ka pas respekt. Karizma shka I thënë këto. Dhe ka pas respekt madh ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kanë pas merak më ardhën I nomad prej largit me vetë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, direkt pyetje se kanë vetën. Edhe kur vjen ai direkt, duke nejtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njerëz prej largit vin direkt në xhami, pa e çel derën, hin xhami dhe thotë, "Ja Muhammed, o Muhammed." Thot urdhno, shka kije, shka u bon? Tha, du me ta vetë një pytje. Tha, urdhro vetë. Tha, ditën e gjikimit kur dalna para Allahut subhanahu wa ta'ala. Allah, hadith madhështor, është pasha zotin pa. Shpesh herë kur e më teke këtë hadith, zemra dhe qish, o Allah ma, do me thonë, knaqët, shpirtërisht. Tha, o I dërgumi Allahut, o Muhammed, o I dërgumi Allahut, sallallahu alaihi wasallam. Tha, du me ta bo një pytje, tha, urdhro vetë. Tha, ditën e gjikimit. Gonjani. Than ditën e gjikimit, ndorën e kujt është gjikimi? Jomul qiyame, ditën e kiametit. Ndorën e kujt është gjikimi? Kush ka me na gjikue? Tha Allahu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha Allahu. Si e niti veç tha Allahu Akbar. Allahu Akbar. Edhe filloi me dal pi xhamie. U çuditën sahabët. U habitën sahabët. Subhanallah. Tha fila nalu. Shka ki, tha. Shka ki që ju gëzove, shka ki që pëthu Allah Akbar. Shka I për gëzimit, je duke fluturu për gëzimit, shka ki je? Tha ja Rasulallah, inel kerime. Tha I dërgumi Allahot, bujari, kur ka mundësi me denu, tha të falë. Tha bujari, kur ka mundësi me denu të falë, tha a ka ma bujarë sa Allah subhanahu wa ta'ala. A ka be tha ma bujarë sa Allah subhanahu wa ta'ala. Po si sa? Një rahmet e ka shtu në tukë, në athë në onti ka rujtë për muat për tim ditën e gjikimit. Nja e ka shtu në tukë, me qëket nja, shikshish ka bane. Me qëket nja, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, loni që I ha kafsh, dvoglën e vetë e më shiron. Me qëket rahmet pule, a ki po, me shku mi angut zogin, copat këcen, copat ban. Me qëket rahmet. Me qëket rahmet, nona tha e prish gjumin, ratlëkën e vetë I jep gjitë voglit vetë. Me një rahmet që këshit gjithë të krije se I ka përfshi. Imagjino ditën e gjikimit 99 rahmet. Veç për muslimant. Veç për ato që kanë thonë, la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah. E kja është Rahmanir Rahim. Edhe sebeb që e ka jetin e ditë Rahmanir Rahim, që me tonë Allah është mëshirus, mëshirbërës. Se min njerë mas kësaj surës, kush vin? Cilja surë vin? Bekara. Elhamdulillah, mas elhamdulillah, kush vin? Bekara. Surja që mas shumë ti ka obligime, farze, me I kri farzët njeriu, a surja Bekara. Mas shumë ti që ka farzen në Kur'an, një sure, që njerëzit I ka obligu, haxhi, agjerimi, shumë pjesat dërmuse I badeteve është surën Bekara. A di pse ka Rahmanir Rahim, min njera jetin e ditë. Abë Allah dhe me thonë o insan. Abë Allah është I mëshirshëm, mos të thotë se nuk të obligon për të mundësive tuja. Jo. Mos thuj së një baj.
Mos thuaj që s'mune, s'kam takat. Jo, i mëshirshëm është Allahu. Përderisa i mëshirshëm nuk na ka bu forcë neve për të mundësive tona. Ja, harroj. Ajeti i tretë. Maliki yawmiddin. Allah mi kallzo minutat kur bën ka 35 që thujmë kështu se sunal namaz ne. Maliki yawmiddin, ajeti i tretë. Pronari i ditës gjykimit. Këtu veç një sen ka me cek. Unë ale u që ditë qa, thësha, subhanallah, e para tham shpres, a jeti i parë shkan shpres. Jo tham dashuri, e dyti a jeti ditë Rahman Rahim t'jep shpres, Allah të falbe. Ki gabu, ta falbe Allah s.a. S'ki mujt me ju falnderu Allah sa dot, s'ki bo namaz sa dot, s'ki bo zeqat sa dot, s'ki bo agjerim, s'ki bo vepra falnderu se nda Allah, si kon a jetin e parë si duhet. Tha dije që Allah të falë dhe të më shiron. Kjo është shpresa. E treta çka është? Po friga pak do të me tutën. Do të me tutë Allah s.a. Me të kallëzu se kime dalë një ditë para Allah s.a. Mos e haro të parën dhe dytën. Mos e haro të parën dhe dytën, se treta s'ki qare pa dalë para Allah s.a. Jo me din, s'ki qare pa dalë para Allah s.a. dhe me të morë në pyetje Allah s.a. Edhe ajo që kam ra, e ka qujtë Allah s.a. din, jo mu din. Ditën e gjikimit e ka qujtë dita e dinit. A dini pse vëllazër? Na ditë nuk bën fajde veç dini. Këtë dënjo, ki pare, këtë ngojnë. Ki pozit, ngojnë. Ki autoritet, kanë respekt njerëzit, ngojnë. Këtë dënjo mundet me shkuet dishka për vetë se dinit. Amon ditën e gjikimit. Jo me la yanfa'u malun wala banun. Na ditë zban dobi as e vladi, as pasuria. Jo me yafirul mar'u min akhi wa ummi wa abi wa sahibatihi wa bani. Na ditë ikin dan edhe pje vladit tan që më boktisat prej ketve që më boktis. Na ditë dobi të ban veç dini, veç feja. Na ditë Allahu ka me hec veç feja, veç islami. Veç që ki namaz, që ki zeqat, që këto punë të mira të cilët i kemi bo, na ditë veç që këto kanë me të bo dobi, se s'bajnë na ditë kur kush hiq. Për këtë Allah i ka qujtë një prej emrave është jo mu din, se na ditë vlerë më të madhe ka dini. Dhe të Allahu peshohet dini, sa ki pas din, sa ki pas fe, sa ki pas namaz, sa ki pas veprat mira, vendosën e peshore. Tjerët nuk intereson Allah, a i kon i pasër, a i kon fukara, a i kon me autoritet, a i kon pa autoritet, a ki pas namaz, shka i kon, hitë si intereson, a hoxha, a fshatar, a i kon, a si intereson Allah, Allah intereson ati veç dini. Na ditë veç dini, veç imoni matët. Na ditë veç veprat e mira dhe veprat e këqija matën. Për këtë edhe qujti, jo më din. Këto tra jetet e para, vëllezër të dashur, na mësun kush është Allahu. Na ka thënë që Allahu na ka dhënë të mira, është Zoti i botëve, është mëshiruesi, është mëshirbërësi, është Rahmoni dhe Rahimi, është Maliki Yawmiddin, pronari i ditës gjykimit. Çka u bë? Sigur që donë Allah s.a. o insan. Kja është Allah, kja është Zotë jotë, i cili duhet me dashuri, i cili duhet me frikë, i cili respektohet me shpresë. Shka fillon? Iyake na'budu wa iyake nasta'in. Kja jeti që iyake na'budu wa iyake nasta'in është mes treve. Do me thonë 7 ajeti i ka. 3 ajetet e para flasin të njoftojnë me Allahun subhanahu wa ta'ala. E në basi kia është Allah s.a. me që këto virtite që ka që i madhë të goka Allah, atër e shka thanë, Iyake na'budu, i jo tjetër kujt, do me thonë jo tjetër kujt, po veç ti, por vetëm për ti, o Allah, baj sejdë. Iyake, vetëm ti, o Zot të adhuroj. Iyake na'budu, wa iyake nasta'in, edhe vetëm tije, ndim kërkoj. Vëllezër e dashur, këtu ka munal veç pak. Interesant. Allahu subhanahu wa taala në këtë ajet na mëson një send. Se ne insani na, ne jina zaif, ne jina dopt. Ne kina merak. A ki po çfarë njerëz jina? Këshia Allah shka thot, wallah, sefte të adhuroj, ma sejtim një mon. A thonë sefte, unë e duna me bon. Hapin e parë, unë duna me bon, Allah. Unë e duna me adhuru e tije. Unë e duna me të bo sejtë e tije. E pasaj tim një mon. Ne di shka kina merak. Ne kina merak, o Allah, mi jep 1 milion euro, që atër e falna.
Në kina mëra kia ke në stejin, valla mas pari tina një ma, tina ep të mira, tina begata, tina ep kështu, mas tina në e shofna, bëna sejtë. Ja. Bani sejtë Allah të spart. Adhura Allah unë sejfte. Ija ke në abdu Allah ti të bëj sejtë une. Unë për ti falë në Arab. Unë e bëj hapin e parë. Edhe kime, po pasaj Allah subhanahu taala çish nimon. Edhe këtë na ka mësue. Kjo sure këtë na mëson, pendoje te Allah. Banë hapin e parë. Për këtë është hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, tha men te qarrabe ilay shibran, fa musliman. O ju besimtar, ta kush afrohet te unë, një pllum, hapi parë, na abudu. Masnina shka vin? Në stajin, tha Allah të afrohet ti e një kutë. Tha ti më afrohesh te unë, ja ke na abudu, Allah ti afrohesh te unë me namaz, me dua, me lexim Kuranit, me dhikr, me agjerim, afrohesh te unë një kutë. Unë vit te ti një hap. Ti nëse vin te unë tu hec. Allah, që Allah, rabla. Ja ke na abudu, ja ke në stajin. Tha nëse ti vin te unë tu hec, po unë te ti vi, tu ngaren, tu vrabuar. E kjo është Allah subhanahu wa taala. I ban sebepet, i ban adhurimet, e ma pas kime pa. Amo janë kokër shpinës. Edhe Allah bërmi 1 milion. Ja valla s'te jep Allah 1 milion. Ja çun sabah e çel tezgën, e çel dyqonin, i përvel krat, e ban punën, i ban ket, atëra Allah 1 milion. Amo shka Allah 1 milion pa bu, ja. Allah xhenet pa punue, se e nita një hoç. Ishte viral bëse që e kishë një edhe përputhet me qket. Tha në hoqa, tha shki muja muj doas, muj rahmetit, muj doa. Tha, du me bo një doa të Allah. Tha, qëfar doa e ban? Tha, e lusë Allah në azëgjel me ma mundësu me vdek në sejgjde. Tha, valla doa ma të mirë s'paska. Ha ma tha, hoqa nuk falna. Këti se mundësën Allah. Apo fali 5 ko namaz, mas në ina nështë Allah ta mundësën me ronë sejgjde. Për këtë lusë Allah në azëgjel edhe këtu e përfundoj, lusë Allah në azëgjel neve dhe juhet në e folë gjënohat. Në aban pre banor dhe gjenetit. Lusë Allah në azëgjel që Allah subhanahu wa taala në aban pre atire të cilët me të vërtet e studiojnë këtë sure. Tash këto janë 3 ajetet e para, mes janë është ja ke nabdu, ja ke nestejin. E këto 3 tjerët janë njeri shka i lipën. E njoftova Allahun, sikur që thotë, e kështë kalëse, qëtë Allahu para namazit, këto elhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, e njofte kush është Allahu. I kalëzova Allah, se Allah, une ka mu ljodh, ka mu raskapit, ka me prish gjumin, do mundona, do të lexoj Kur'anin, ka me mësu elifin, ka me mësu namazin, e ti kime mrujt. Allah thotë atëherë thotë, shtash vetë. Shtaj fol me mua. Se namazit çka është kontakt me Allahun subhanallahu teala. Fol me Allahun subhanallahu teala. Për këtë wajhtu wajhi. Tho Allah drejtova ftirën ka ti. Do të thonë, o Allah namaz. Një ndër duat që e thënë subhaneke ne që e thënë, një ndër duat është wajhtu wajhi. Do të thonë Allah ftirën te me drejtova ka ti. Do të thonë kontakt me Allahun, fol me Allahun subhanallahu teala. E këtu 3 parët njoftoi Allahu kush është. Ajeti 4 është mes këtij edhe kësaj, 5 fillon ihdina siratal mustaqim, Allah na udhëzo rrugën e drejtë. Allah na udhëzo. E Allah çka që mëshirë shumë që mini herë na ka përgjigj, na ka pranu lutjen. Ai kena thon ihdina siratal mustaqim, apo? Allah na udhëzo rrugën e drejtë, apo? Me shka nis Surja Bekara. Me shka nis Elif Lam Mim. Shka është ajeti ditë? Dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan. Ali për udhëzim, që e kje? Ali për Allah me të udhëzue. Që mini herë të kam përgjigj, mini herë, dhe ajete s'ka shkue, Allah ka thonë bujrum, që udhëzimi ku ashtë. Fillon me surën Bekara, sosët me kul audhu bi rabbin nas. Mini herë në ka përgjigj Allah s'pan të dos, lusë Allah në zhëneve dhe uet në falë gjënat, në banë për banon në zhënetit, Allah është për leftë hoxën, kisha pas qefë që ta sose, nuk e lirojnë me dalin nga xhamia, pa na i thonë fjallën që edhe këti 3 ajetet mësane që ka janë nga oqë në i sosë, është telefon, se la kena qefë me thonë amin. Kjo surja thotë amin, pa e thotë aminin, nga nuk e dojmë ashtu. Kështu i nga mësuna si që ratë, inshallah edhe një rast tjetër, ku hoxha do të daje kohë nga kohë e vetë shtrejtë, që të vere inshallah dhe këto 3 ajetet e fundit në ispjegoje. Unë për veti e kam lexu komentin e kësaj surës me 100 herë, por që edhe sot më shoha në sëndrej. Edhe sot
mësova një sen të reja, dhe po kam nevojë dhe në mësu, sen të reja. Lusë Allahu Gjeleshanu që Allahu me gjennet më të lartë, Firdaus, ta shpërbleje hoxhën për këshillat e vetë. Besoj që xhamati kanë marrë mësim shumë. Aq ka kemi kallëzuar na shpesh në xhami, për mua i sa lezet kur e vërteton edhe një hoxh. Tamam i pas na këtë senet. Tamam i pas na këtë senet. Zoti inshallah shpërbleje hoxhën. Shpërbleje Zoti inshallah edhe juve që keni dhënë kohë që të jeni pjesë e kësaj atmosfere, këtij mezhlisit të mirë, që unë kam një bindje dhe këtë muslimat kanë një bindje, kudo që muslimat mbledhen dikun, edhe bisedohet për Allah, për pejgamberin e Islam, për Kur'anin, janë një lloj menaxhe e kemi shpjeguar e kanë emrin se jahun. Hecin edhe i lipin xhamiat edhe vendet ku përmendet Zoti, edhe ato bën kat deri në qiell. Edhe shkojnë ka Allahu Gjesham, një hadith shumë i gatë, Allahu në fund e përfundon, dhe çka lipshin ato, për çka kanë ardhur aty në xhami? Kanë ardhur për parë, jo. Kanë ardhur për martu, jo. Kanë ardhur për mu punësu, jo. Kanë ardhur për kësaj me mfaqë se dunjë, jo. Kanë ardhur veç për tjerëzën. Do të bëhoni dëshmitare me laçën e mia se vakum fare. Këtë gjunohat vakum fare, xhenetin vakum duru, xhehenemin e kam larguar nga ata. Allahu inshallah e largon, mësirat tona nga zjarri i xhenemit, na mundsof inshallah xhenet të jemi bashkë. Falenderojmë edhe median e Hikma që ishte pjesë me neve, Zoti i shpërblet, me shpresë që edhe takimet tjera, takimet dhe hoxhën bashkë me neve, të përfitojmë inshallah. Zoti ju shpërblet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A ka mundësi dhe një pyetje kështu shkurt? Ka një pyetje shkurt. Dishnia veshja që bëhet interesant se më ka shkruar mesazh. Hoxh, në qoftë se ti elhamina, ka namaz? Ja, e ka namaz. Për deri sa nuk e mëson për mendsh. Më thonë, nësa është dikush mosh, shtime, edhe është tepër latë që nuk ka mundësi me mësu për mendsh surën Fatiha. Kone pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ardhur në lutje te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë vetëm Allah. Jam plot. Nuk kam takat, nuk ka shtu trupi ka thonë. Allah nuk sunë mësoj surën Fatiha. Ka thonë shka ditë, ka thonë veç di subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, veç këtë fjalë. Kur gjon këtë rësën të ljozni. Tha atëherë, kur të lidhesh me Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, mirë po në mesin ton, nuk arsjetohet kur kush. Mashallah te barekallah, tu ketë mujna me mësu surën Fatiha. Po kjo është për raste specifike të veçanta. Alhamdulillah surën Fatiha, s'besoj që mundet me kon dikush i cili nuk e di, po edhe nëse nuk e di, merr doni fletore derisa ta ushtrojë një herë mirë, pa më fal me telefon derisa ta mësoje, amo jo me gjithmonë në telefon. Jo. A mundësi për me mësu e kimi, inshallah. S'besoj që jetë me një vend që bashkë heq mos me ja ditë alhamdulillah. Allah i shpërblet, ishte pyetja që e ka dërguar mesazh xhamatit. Zoti i shpërblet dhe xhamatin për pyetjen. Asalamu alaikum wa rahmatullah.